Në Pallatin e Kulturës në Gostivar u promovua libri me poezi Elegy and Beyond i poetes dhe shkrimtares Slavice Miloševska. Në këtë ngjarje kulturore morën pjesë dashamirës së letërsisë, artistë dhe qytetarë, ndërsa i pranishëm në sallë ishte dhe kryetari i komunës së Gostivarit Valmon Limani. Libri i shkruar në gjuhën angleze sjell një përmbledhje poezish dhe rrëfimesh intime ku ndërthuren dhimbja, malli, dëshira dhe kujtesa. Përmes vargjeve të saj, autoria eksploron emocionet njerëzore dhe fuqinë e fjalës për shprehur përvojat më të thella shpirtërore. Gjatë promovimit, poetja e njohur edhe me emrin artistik Krenki Frenki mbajti një fjalim rreth frymëzimit dhe procesit krijues të librit, duke theksuar se poezitë janë shkruar gjatë periudhave të reflektimit personal dhe përballjes me mungesën, humbjen dhe ndjenjat e pathëna. Ky libër është një hartë e gjithçkaje që ndjeva, gjithçkaje që desha, gjithçkaje që humba dhe gjithçkaje që mbjetova. Fjalët e mia janë provë se cenueshmëria nuk është dobësi, përkundërzi, është art, është transformim. Le të jetë sot një kujtesë se edhe trishtimi më i thellë mund të bëjë vend për pak dritë. Elegy and Beyond përshkruhet si një udhëtim emocional në thellësitë e shpirtit njerëzor, ku çdo poezi paraqet një pasqyrim të ndjenjave dhe përjetimeve që e bëjnë njeriun të brisht, por edhe të fortë njëkohësisht. Promovimi u përcoll me interes nga publiku, ndërsa autoria falënderoi të pranishmit për mbështetjen dhe vlerësimin ndaj krijimtarisë së saj poetike.